që i bie zotri Sopiani, pavarësisht se ka pasur për afër 2 vjet të gjitha këto prova në sirtarin e tij, nuk ju ka autorizuar më herët juve dhe ndonjë avokat tjetër për ta bërë padindje kallëzimin penal? Ne kemi diskutuar këtë pjesë dhe ata për shkak të natyrës funksionimit të Këshillit të Bashkisë Islame, për shkak të imazhit të tyre, ata kanë thënë që kanë pas, si me thonë, diskutime përmes personave të tretë, që zotri Rexha të bëj kthimin e shumave që dyshohet që janë marrë, dhe kjo çështje të mos ketë impakt në kuptimin e as dëmtimit. Megjithatë për 2 vjet i ka kthyer zotri Rexha një pjesë të shumës apo jo? Për ata është diskutuar sepse është diskutuar që kjo çështje të mos, si me thonë, të sqarohet, sepse keni parasysh. Për shembull, edhe programi i ATK-s me cilën ka funksionuar zotri Rexha, ka funksionuar program të regjistrimit fizik dhe jo elektronik që kyçen direkt në administratat timore. Ka kthy parët për këto 2 vjet zotri Rexha? Diçka kanë diskutuar, por sa unë kam informacion, shuma për cilën aktualisht është bërë padija për kthimin e tyre është afër 166.000 euro. Dhe ka kthyer ndonjë pjesë të parave Rexha? Nuk kam informacione. Të njëjtën e ka konfirmuar edhe avokati Rexhës, Kastriot Feka, mirë po Feka thekson se nga Rexha është shkërkuar kthimi vetëm 30.000 eurove, anise i njëjti po akuzohej për 166.000 euro vjedhje. E ka përmendur klienti në këtë marrëveshje, por se i njëjti nuk ka marrë asnjë toll apo mjete monetare dhe nuk ka pasur mundësi të kthej ato që janë kërkuar. Çfarë shkërkuan ka? I kanë kërkuar një shumë afërsisht rreth 30.000 euro për me mbyll këtë temë. Ti kthej në mënyrë zyrtare apo si është para parë kjo marrëveshje? Ju japën individualisht? Nuk e di, nuk kam njohuri, por ma ka thënë që ja kanë thënë në mënyrë verbale Bashkia Islame se rreth 30.000 euro duhet t'i jap për me mbyll këtë temë. Por se i njëjti nuk ka mundësi as financiare t'i jap, por as nuk është i detyruar për shkak se nuk ka kishë përdorur asgjë.